Nga datat 20 deri në 25 gusht, mali Tomorit kthehet në qendrën e pelegrinazhit bektashian, duke mbledhur mijëra besimtar nga Shqipëria dhe Mëgjer, të cilët udhëtojnë drejt këtij vendi të shenjtë për të kryer ritet fetare dhe për të lutur, por jo të gjithë kanë mundësi të udhëtojnë drejt malit të Tomorit. Besimtar që ndodhen në Vlorë si dhe vizitor të ardhur në qytet gjatë këtyre ditëve, zgjedhin të vizitojnë Kuzumbaban, një prej vendeve të shenjta të besimit bektashi në qytet. Përgjatë kësaj të hëne me 10 besimtar janë drejtuar Kuzumbabas ku ndezin qirinj, luten dhe shprehin dëshirat e tyre, duke përjetuar këtë periudhë me të njëjtën ndjenjë besimi dhe përkushtimi. Të pranishmit tregojnë dhe simbolikën që mbartin këto ditë për besimtarët bektashin, ndërsa përcjellin mesazhe paqeje, mirësie dhe harmonie për të gjithë besimtarët kudo që ndodhen. Ditë veçantë, ditë në një vend të shenjtë, ditë që duhet na afrohemi njëri tjetrit, na shtojmë shumë dashurinë, respekti për një tjetrit dhe dashurinë për vendin. Me thënë drejtën, unë ndjej mirë kur vi në këto vende shenjtë dhe vi shpesh të Kuzumbaba si besimtar. Aty që ka të kuptimin që thash në fillim, duhet të kur flet fe, duhet të konsiderohet paqe. Dashuri, mirësi e solidaritet. Po si solidaritet jo vetëm kur jemi mirë, shëndosh me njëri tjetrin, por solidaritet dhe për ata që vuajnë, qoftë ekonomikisht, qoftë nga shëndeti, njerëz të cilët nuk kanë pasur hapin të ecin me komunitetin drejtimin ekonomik, po kanë ngjerë mbrapa. Ti je besimtar dhe duhet Zotin, këty duhet të ndihmojmë. Po si ndihmojmë? Si duhet ndihmojmë? Të punojmë ne. Dhe nëpërmjet ardhurave që të ashtu të lëmë diçka mbrapa. I vjen për herë të parë? Për herën e parë fare këtu në Kuzubaba kam ardhur në 84-ën. Kjo është hera e dytë për mua. Erdhëm më tepër, them drejtën, për kuriozitet, jo për vend të shenjtë, por për kuriozitet, edhe për ta parë herë me një sy tjetër. Krahasimet që pata parë më parë, se kur erdhëm në fillim kemi ardhur një grup ekskursionistësh. Ndjem shumë mirë, edhe gjeta njerëz me një përzemërsi të veçantë, kur vetëm në një vend shenjtë është e pashmangshme të mos bash një lutje edhe të veçantë, simas ambientit ku je. Qofshin rrugën e të madhit Zot dhe paçen kujdesin abasaliut me qënësemin ditët e përkutimore të tia dhe të gjenë rrugën e vërtet për të Zotit. Prapë edhe kjo nuk mund të shpjegohet kaq shkurt, e kupton? Sepse Kuzumbabaj është këtu, thosh, kujdesi vetë Zotit. Dhe një njeri që e frekuenton me këtë ndjesi, do të thotë që vjen të gjej kujdesin e të madhit Zotit. Çdo të qenë në vend ka gjithashtu ditën e saj të shenjtë dhe traditën e pelegrinazhit. Edhe në Vlorë ka ditën e saj të veçantë më 2 prill, e njohur nga besimtarët si dita e Kuzumbabait, kur besimtarë të shumtë mblidhen për të kryer ritet dhe lutjet e tyre.